Lup mbi qytetin tim. Eksplorojmë thesaret e zemrës. Gjurmojmë në sytë e mendjes. Shoshisim fakte. Sondojmë retrospektiv. Brumosim në kujtime. Auditojmë të kaluarën. Hetojmë të tashmen. Skanojmë të ardhmen dëshirore. Përballemi 360 gradë. Me ty, qyteti im. Mirëdita dëgjues i Radio Tiranës, mirë se po qëndroni me Përmes syve të mi, Shqipëria ime. I dashur mik, sot do të ndalemi në një nga ato parqe të cilat kanë pasuri dhe vlera të mëdha historike. Është një qytet antik që ende pas 10 shekujsh shtrihet edhe më madhështor në kodrën mbi Hekal. I dashur mik, por për të përhumbur me sytë e mendjes, për ta eksploruar, për të kthyer pas në kora, për ta kuptuar më imtësisht, për të ecur në ato shtigjet e tij, i dashur mik, do të jemi me arkeologun, zotin Bashkim Vrekaj. E mirë se erdhët, zoti Bashkim. Mirë se ju gjeta. Të falenderoj. Kjo është një temë që nuk e di se si vjen në optikën tuaj. Nuk di se sa është dëshira juaj që ne të diskutojmë dhe të kemi dije informacion në lidhje me këtë park, që për hir të së vërtetës duhet thënë se e njohim më shumë në letra, por nuk është se shkuarja masive, popullata shqiptare, venda, si le themi qytetarët e Shqipërisë, kanë shkuar për ta vizituar shpesh parkun arkeologjik. Në fillim më tregoni një ndjesi tuaj, se si vjen tek ju kjo dëshirë dhe ky informacion, a piktakohen së bashku apo është vetëm një tezë e cila diskutohet edhe trajtohet më së shumti ndër akademik? Keni të drejtë, sepse ka një situash një kontradikt midis vlerave të parkut arkeologjik të Bylisit dhe njohjes së tij nga publiku, për arsye sepse ai nuk është se është në një pozicion të largët nga pikpamja gjeografike, por megjithatë me strukturën e mbarshme duhet të vijë direkt nga Flieri në Bylis, pastaj të kthehesh edhe për vizitorët duket çik më e vështirë. Nëse tani që o bet lidhja midis rrugës Levanlor dhe parkut që është vetëm 5 kilometrë, do të jetë shumë më e lehtë për vizitorin që të shkojë. Megjithatë, ky nuk është justifikim. Patjetër. Por problemi është që tek ne është mëshuar më shumë disa qendra, siç është Butrindi apo Apollonia, dhe janë lënë deri diku në situash në hije qendra të tjera të rëndësishme, siç është Bylisi, Amantia, Antigone e tjera. Edhe nga një politik jo e mirë në pikpamje të promovimit të turizmit, sepse deri para disa vitesh parku i Bylisit s'ishte as në destinacione turistike që hartoheshin nga agjencitë apo edhe nga ministria. Kështu që shpallja e tij park në vitin 2003, por që filloi realisht si thua të marrë jetë parku në vitin 2006, ne ndryshoi deri diku këtë opinion. Megjithatë ka një problem që edhe shkollat janë edhe promovuesi kryesor i këtyre vlerave, duhet që ta kenë parasysh këtë që nuk e pse e çon nxënësin 2 apo 3 herë në Apollonia apo Butrind dhe nuk e çon një herë në Bylis, sepse Bylisi është një qytet që ja vlen të vizitohet, jo thjesht sepse nga njëra anë është një nga qytetet i lire, domethënë se do t'ja bëjmë qartë publikut, Apollonia ka qenë një koloni greke. Pavarësisht se gjendet në territorin i lirë, Butrindi është një qytet shumë i rëndësishëm, është Kaon, pra që gjendet në Etir, pra qytet tipik i lirë, ne kemi Bylisin, kemi edhe qytet tjera, kemi Amantian, kemi
Bimalin e tjera, po të vizitueshme, paktën janë Bylisi dhe Amantja. Pra nëse kemi një identitet kombëtar, nëse kemi diçka për t'u krenuar, e cila duhet domosdoshmërisht prekur e par nga afër është Bylisi, ndërkohë që ne e lëm Mënjan, e kemi lënë në harres edhe. Po. Kështu është, domethënë ne me të drejtë e quajmë Bylisin që përfaqësuesin më të denj të qytetërimit të lirë. Po jemi fajtor të gjithë nga pak? Besoj dhe media ka rolin e saj, për vetë mungesën e promovimit apo të sjellurit në vëmendje të publikut shpeshherë, të trajtuarit më thellësisht, të prekurit nga afër, edhe të gjithë hallkat e tjera më pas, Po, ke të drejtë, të gjithë kanë pjesën e tyre. Duke filluar që nga Ministria e Kulturës, apo Turizmit, duke vazhduar me Ministrinë e Arsimit, edhe ajo duhet luajë rolin e saj në udhëzimet që dërgon shkollave ose duhet ja rotamandoj drejtorinë arsimore dhe vetë shkollat flasim për nxënësit. Pastaj vijnë agjencitë turistike, cilat e refusin në Guida herë nuk e fusin. Shtypi diskutohet që ka rolin e vetë sepse duke e promovuar, duke thënë që ky është një qytet me vlera të veçanta, gjithnjë duke marrë mendimin e specialistëve, pra e mbjellë pa, edhe kjo ide e gabuar që është larg andaj këtej, domethënë janë gjëra që nuk ndikojnë pozitivisht në promovimin e tij dhe në njëran, por edhe duke bërë më shumë emisione, pavarësisht se janë bërë Bylisi, sepse ka shumë njerëz që nuk e dinë se çfarë do shikojnë atje. Kur në fakt atje në Bylis, për atë që ka vajtur, kuptohet, shikojnë që është një qendër shumë e rëndësishme, shumë edhe vizitueshme, sepse është nga të paktat qytete që janë bërë shumë ndrymime, janë bërë shumë restaurime dhe ka monumente periudhave të ndryshme që nuk i gjen as në Apollonia apo në Butrim. Zoti Bashki, më fal që të ndërpres, por meqense ne jemi në sfondin kuqezi, jemi në festat e flamurit, kështu që besoj unë do të ishte një thirrje mjaft e mirë për gjithë qytetarët që në vend se të merrnin aratinë edhe të shkonin jashtë trojeve shqiptare, pse jo, të rendnin në këtë qytet toni, në këtë qytet antik, në këtë qytet i lirë, edhe të kuptonin base rrënjët tona, të kuptonin se si do të ishte një qytetrim, të paktën ta vizualizonim, të kuptonin si kanë qenë, si mund të kenë jetuar të parë tanë, sepse ne do t'i prekim gradualisht të gjitha ato pjesëzat që bëjnë një qytet të mirëfill, por të paktën besoj unë do ishte thirrje shumë e mirë që një vizitë të ishte ftesë për në qytetin antik të Bylesit, apo jo? Pa diskutim, tani kjo është edhe në çik pjesë e kulturës që kemi ne, do të shikojmë një diçka të huaj dhe nuk po njohim atë tonën që na takon. Sepse kjo është kontradikta, ne na vim turist, domethënë edhe në Bylis, në shumë vende deri nga Japonia, dhe ne kemi plot shqiptar, jo plot, por shumica që nuk e kanë vizituar Bylisin. E mua më trastis se kur isha drejtor të Bylisit që kishte domethënë miq të mi në Fier që më thoshin Bylisi larg, problemi është që qendrat janë atje ku janë, ne s'mund t'i sjellim gjitha nëpër qytete që ti vizitosh ti, duhet bësh një sakrificë, që thësa sakrificë, të vesh domethënë 2-3 orë ta vizitosh dhe vjen kënaqësinë tënde dhe njëkohësisht jep edhe vlera saj, se tu ka ardhur vizitori, ka dhe bileta, ka të ardhura, do janë të gjitha gjërat bashkë. Por thash kjo është pjesë e kulturës, domethënë dhe e rrjetit të institucioneve. Duhet themi dëgjuesit që ju jeni dhe ish drejtori i parkut arkeologjik të Bylesit. Nuk e di, keni nostalgji për punën tuaj, keni mall, do doni të riktheheshit edhe një herë, ta rivitalizonit, të jepni të jetë. Po. Unë kam pasur kënaqësinë që ta krijoja si park, sepse domethënë në atë moment nuk ishte park Bylisi. Qofse Apollonia deri diku, ishte shtollur park, po kishte vizitor, kishte roje, kishte bileta, Bylisi nuk kishte, domethënë atje venin vizitorë të rastësisht. Dhe më shumë që venin njerëz domethënë të interesuar të fushës së arkeologjisë e tjera, sidomos të huajt, por s'kishte një qendër e vizitueshme. Për herë të parë, dhe kjo ishte një gjë e mirë, domethënë krijimi i parqeve që ju dha atyre mundësinë që të jenë institucione të pavarura, por edhe njëkohësisht
t'i nxjerrin në pa. Sepse duke u bërë park, atëherë merren masa, domethënë për pastrimin, për ruajtjen, mbrojtjen, për promovimin, duke bërë biseda e tjera dhe kjo i dha mundësi Bylisit që të filloj domethënë të vizitohet rregullisht, të futet në agjendën turistike, jo në të gjitha, po në shumicën e tyre. Dhe faktikisht është nga qendrat e vizitueshme, pavarësisht se s'ka numrin e vizitorëve, domethënë të Apollonisë apo të Butrindit apo të Kalas Shkodrës, po megjithatë është nga qendrat e vizitueshme aktualisht, por kjo lidhje e rrugës, domethënë, se ka të bëjë dhe infrastruktura, ne kemi atë kohë. Domethënë, ndërhym te qeveria dhe u bë përmirësimi i rrugës nga Qafekashit që quhet deri në Byli, sepse ishte e pamundur të vejë me autobus, domethënë ishte detyruar të zbrisit turistin nga autobusi të arritjen furgon. Kjo është normale. Po. U bë kjo faktikisht dhe është ajo rrugë funksionale, por kjo lidhja tjetër do të ndihmoj shumë, sepse edhe turistët, sidomos tuaj, kanë një gjë që llogarisin kohën dhe nuk i leve vizë të mbasi shumë kohë. Kurse tani ai edhe nëse do vej në Gjirokastër apo në Sarandë, nëse do kthehet, ka mundësi të kthehet në Bylis edhe të vazhdojë rrugën përsëri. Mirë, po nëse do i riktheheshit edhe një herë këtij parku, këtij investimi që keni bërë nga jeta juaj, e keni një plan, një projekt mbase që qëndron aty në ato sirtare tuaja të dëshirave të mira? Nëse do ktheheshit, çfarë do t'i jepni të ndryshe? Çfarë bonusi do përjetonte ky park? Unë kam kënaqësinë që shkoj her pas here, sepse bëj në një gujë turistike, kështu kur janë turistë me nivel që kërkojnë shpjegim specialisti. Domethënë me agjensitë që e kanë këtë kusht, ka raste që vete dhe në një kënaqësi atje sepse je në gjendje të shpjegosh atij turistit që nuk e ka informacionin, domethënë që ka pas edhe një qytetërim i lirë dhe ky është një nga qytetet që përfaqëson, që pavarësisht se ka qenë afër Apollonisë, po ka pasur lulëzimin e vet, kulturën e vet, monedat e veta, monumentet e tjera. Ai është edhe në një pozicion strategjik shumë të mirë, në kuptimin fantastik, me pamje nga të gjitha anët deri në Bregdet. Po. Ka qenë një qytet jo shumë i madh, po megjithatë i fuqishëm, me mure të ruajtura ende mirë, me llojshmëri të madhe monumente, sepse kjo është një nga avantazhet e Bylisit. Fillon në shekullin e 4 si qytet, po vazhdon deri në shekullin e 6 mbas Krishtit, që do të thotë 10 shekuj, njësoj si Apollonia, por ka monumente më të larmishme, sepse aty ka edhe stadium që s'kemi në Apolloni, fjala vjen, ka një depozitur shumë të veçantë që se kemi, ka bazilikat për shkakun që janë monumente shumë të rëndësishme me mozaike të tjera që s'janë në Apolloni. Pra, krahas monumentet më të hershme, domethënë që është teatri, shëtitoria, quajmë e tjera, ka edhe monumentet periudhës romake që ruhen mirë aty. Dhe është një qytet i kompletuar sepse ka dhe monumente, ka dhe banesa, pra ka gjithë infrastrukturën në një qytet. Po, çfarë përmban qyteti? Po mirë, nëse do ta konkretizonim, pra do merje, hajde, ta imagjinojmë pak, keni tashmë një grup dëgjuesish, të cilat do rendin drejt këtij parku, dhe ju kemi ju Priës, ju kemi ju Ciceronin, i cili do na fusni në për ato labirinthet e kujtimeve, e historisë. Nga do ta nisim? Kush është, le të themi, Alfa, kush është gjëja e parë që duhet shikojmë? Ku do të na shpjeni? Ja, kjo domethënë Bylisi ka këtë veçori sepse ai vizitori, krahas historisë të qytetit, me aq se e njohin, është në gjendje të shikojë në vend, dhe monumentet që janë shumë domethënë, siç është muri rrethus i Bylisit, që është një nga më të ruajturit, dhe kuptohet që jep edhe idenë se si mburoi një qytet në antikitet. Fortifikimi, Po, kemi teatrin, pastaj që tregon një nivel të lartë të zhvillimit kulturor. Patjetër. Një qytet antik që s'kishte një teatr, që s'kishte një stadium, që nuk kishte një tempull apo një gjimnaz, nuk mund të quhej në nivele të zhvilluara. Pra, janë këto element që e bëjnë Bylisin të veçantë, pavarësisht se ai ka pas ndikim kulturor grek,
për shkak se ata përdonin gjuhën greke apo kishin ndikime në arkitekturë, në hyjnizimin e perëndive, në sakrificat e tjera, po prap ai është një qytet i lirë. Dhe nga kjo pikpamje ka shumë rëndësi për historinë ilire, për antikitetin, por dhe për mënyrën se si zhvilloi një qytet i cili kishte prellë dhe monedat e veta, që është një gjë e rëndësishme. Kishte me të pjesë në lojrat që zhvillonin grekët, pavarësisht atje si rregull ftoheshin vetëm qytet-shtetet greke, por nga që kishin një farë kulture, kishin farë një ndikimi që është normal, nuk është në një gjë negative, pra kishin shumë marrëdhënie të zhvilluara, jo vetëm me Apollonin që kishin afër, apo me Pirin, po deri dhe më larg në Greqi, duke marrë pjesë në lojra, pra ishin të njohur edhe prej tyre. Dhe këto janë gjëra interesante, sepse ndërthuret historia me monumentet. Nëse ne do shkojmë pa ndihmën e një Ciceroni, mund të kuptojmë, kemi aftësi për ta përkthyer vetë të gjitha monumentet, të gjitha rënojat të cilat janë atje? Jo. Apo na duhet patjetër asistenca e dikujt? Në qoftë se do të shikosh, të vizitosh një qytet antik dhe të marrësh vesh, domethënë se si jetonte ai, është nevoja e një specialisti, normalisht. Në qoftë se do thjesht të sodisësh monumentet, sepse ata kanë ne kemi që atëri, ku kanë qenë kemi vendosur tabela për çdo monument, me informacion minimal, por kaq informacioni është informacion kurse guida, domosdoshmë specialisti të shpjegon. Edhe agjenci turistike tani, për shembull, ka raste kur kanë turistët të nivelit të lartë kulturor, që kanë njohuri, nuk marrin thjesht guida, po marrin arkeolog guidë, sepse vetëm ai është në gjendje të shpjegojë proceset. I japi përgjigje pyetjeve që kanë, se vizitori bën pyetje për çdo gjë, me të drejtë. Po si mund t'i aksesojmë arkeologët nëse do bëjmë një vizitë? Zoti Bashki. Në përgjithësi arkeologët janë të lidhur, agjenci turistike kur janë të interesuara i marrin, kanë ato kontaktet me. Përveç agjencive, nëse janë familjarët, njerëzit të cilët kanë iniciativa dhe dëshirat për të shkuar vetë, pa u përfshirë me agjenciet, apo kjo e ndërlikon pak? Kjo është e vështirë. Nëse në Apolloni është e zgjuar deri diku se atje në stafin e parkut ka arkeolog me fjalë që të bëjnë edhe shpjegimin. Në qendrat e tjera, edhe në Putrin deri diku, po më shumë në Apolloni, në qendrat e tjera është e vështirë, domethënë duhet që ai që është interesuar të gjejë arkeologun përpara. Pastaj shqiptarët kanë arritur akoma në nivelin që ta paguajnë guidën domethënë për vizitë. A do ishte gjë e veçantë. Edhe kjo është një tjetër temë, po që ne i duam gjërat gjitha falas, mundësisht po. Tamam. Dhe nuk shpenzojmë asnjë kacide nëse do të ishte për çështjen e kulturës e dijes. Po, kemi mungesë masive. Është si punë e këtyre pikturave që ai shkon e blen një prodhim dhe nuk blen një vepër të një piktori shqiptar, që është një gjë tjetër origjinale, sepse ajo kushton më pak. Shumë e drejtë. Sa teza, sa çështje që mund trajtonim nëpërmjet këtij diskutimi shumë të këndshëm, me të drejtën që personalisht po më përhumb dhe po përfytyroj atë Ilirin, atë qytetin tonë, që nuk e di, më do më tregoni pak për marrëdhëniet gruaja ilire në atë qytet, ka pasur rol? Do më tregoni pak çfarë informacioni keni ju? Sa rëndësishme ka qenë ajo në vendimarrje apo në proceset e tjera? Faktikisht gruaja ilire ashtu si dhe gruaja në Epir, sepse janë rajone fqinje, domethënë. Pa i hyrë problemit nëse epirotët ishin ilira apo ishin grekët, për mendimin tim ishin epirot dhe kjo mjafton. Ishin fqinj me ilirët dhe nga njëra anë dhe fqinj me grekët nga ana tjetër dhe kuptohet, duke qenë fqinj direkt me grekët edhe ndikimin kulturor e kishin më të madh. Megjithatë, sepse burimet antike nuk ne japin shumë informacione, po të paktën kemi mbishkrime që tregojnë që gruaja në Epir edhe në Iliri kishte një rol të ndryshëm nga gruaja në Greqinë e lashtë apo në Romën antike, sepse ishte më e emancipuar. Vërtet, Kishte më shumë peshë në familje sidomos, më pak në shoqëri.
Vërtet, po kur ka pasur në familje, po, jo, është vlerë. Kjo është një gjë pozitive, që nëse gruaja greke ishte një grua shtëpiake, në kuptimin gruaja i lire duket se ka pas dhe rol në ekonominë familjare, ndoshta kjo vjen me traditën që bujqësia do më luan të rol të rëndësishëm dhe gruaja merre më shumë, kuptohet. Por e kemi të pasqyruar këtë sepse shumë në Bylis kemi mbishkrime që dëshmojnë se kishte femra ose gra i lire, në familje që ishin jepnin të drejtën kur lironin skllevrit e lironin këto. Pra jep aktin e lirimit. Do të tregon që ajo ishte pronare atij apo saj skllave që po lirohet. Dhe kjo është një gjë shumë e rëndësishme. Sepse tregon të drejtë pronësie. Po. Ose ne pirë për shembull në Butrin ka akte të lirimit që quajmë ne të skllevrit që tregojnë që ishte gruaja e para kur përmendeshin njerëzit që jepnin aktin e lirimit ose të drejtën e qenë lirë një skllavi, kishte raste që kjo fillon domethënë formula e akt lirim fillon me një grua dhe tregon peshën e saj, domethënë që ishte personi kryesor, gjë që se gjejmë në Greqi, as në Rom, domethënë të pozicion, ose kemi në Bylis akte dhurimit të pasurisë, për shembull nga gra, domethënë tregon që kanë qenë pronare. Po. Elementi fort edhe ky, po. Është element i rëndësishëm sepse të tregon se kur ke pronje e lirë, absolutisht, po. Ke mundësi të marrësh pjesë. Pastaj po të ngrihemi shkallë, të shkojmë për shembull tek Teuta, që u bë regjente e djalit mbretit që vdi, domethënë, të Agronit. Po. Ky është një emancipim, sepse faktikisht tregon dhe një grua të fuqishme, po edhe të zgjuar, sepse faktikisht nuk i takon dhe asaj të bëjë mbretëresh, i takon dhe gruas që ishte gjallë ende të Agronit, që ishte dhe i biri Pini, por kjo ishte gruaja e dytë e tij, arriti të bëjë regjente, pa që quhet edhe mbretëresh, sepse fëmia ishte i vogël, si ishte as fëmia i saj, ishte i shoqit. Pra kjo ishte njerka. Kjo tregon që kemi të bëjmë me një femër të fuqishme, edhe fakti që Skerulajdi për shembull konsiderohet si mbreti, vllai i mbretit Agron, nuk u bë ai mbret, po prapë u bë njerka e përfaqësuesit, e trashëgimtarit të mbretit. Pra tregon një grua që ka peshë të fuqishme dhe arrin deri në shkallë që arrin deri në krye të mbretërisë. Pas kanë qenë diplomate të zonjat, stratege. është aftësi. Është aftësi e saj veçantë arriti të kapte këtë pozicion. Apo në Epir kemi raste që domethënë kemi gra që kanë drejtuar mbretërinë, kur Aleksandr Molosi për shembull ishte në Itali në fushat e shoqja drejtonte mbretërinë, ose kemi të jemën e Aleksandrit që vinte nga Epiri, Olimpia, domethënë gruaja e Filipit II që pati rol të rëndësishëm në drejtimin e Maqedonisë. Pra kemi disa shembuj, por që janë shumë signifikativ që tregojnë që gruaja e lire kishte peshë. Veç atyre të dhënave të autorentik në Gostira, hanin e pinin bashkë me burrat, kemi ca të dhëna për një farë lirie të madhe në kuptimin e marrëdhënieve me meshkujt e tjerë derisa të martoheshin. Pra, kemi di element emancipues. Tregojnë që nuk ishte thjesht një shërbëtore në shtëpi, por ishte një grua që kishte një rol. Absolutisht, shtyll shumë e fortë në të gjitha format e shoqërisë. Ishte rol vendimarrës në shumë gjëra me fjalë. Kuptohet ajo prapa skena gjithnjë që pas çdo burrit fuqishëm qëndron një grua e zgjuar e zonja e tjera. Mirë, po sota, kemi gjurmë të grave i lire e periote në gratë e 2022, si mendoni? Janë të atilla, janë kaq të aftat, kaq të zonjat? Tani mundësit janë, tani varet më shumë nga aftësitë individuale të individit, sepse formalisht, domethënë duke filluar që nga e drejta e votës që gratë e fituan me vështirësi, jo vetëm ke ne, por dhe jashtë të tjera deri tek karriera politike, ekonomike e tjera, mundësit janë që gruaja nëse ka
synime dhe ka aftësi mund të arrijë deri në pozicione tani po bëhet normale që ne kemi Italinë shumë që kanë një kryeministër pas kaq kohë që shenjë emancipimi. Në dy vende të tjera po në Amerikë, në Angli e tjera. Pra, sot nuk është shoqëria nuk janë rregullat pengesë. Sot mjafton dëshira dhe synimi, domethënë dhe aftësit, kuptohet. E drejtë, po. Ne, zoti Bashkim, kështu vizituam pak a shumë qytetin antik me sytë e mendjes gjithmonë dhe mundohemi të krijojmë një ide për urbanistikën, për arkitekturën, për artin, të një prej qyteteve më përfaqësuese të qytetërimit i lirë. Por nuk e di, kemi folur për katedralen dhe 5 bazilikat, që e bëjnë atë shumë të veçantë? Kjo është një nga pasurit më të mëdha të Tbilisit. Është nga qytetet, jo vetëm në vendin tonë, por edhe në rang ballkanik, që është shumë i pasur në periudhën e atë që quajmë ne antikiteti i vonë. Në periudhën romake dhe të antikiteti i vonë, sepse aty deri tani, paktën janë evidentuar 5 bazilika, njëra për cilat dhe katedrale, sepse katedrali është ajo që ka dhe pak zimoren si institucion. Vetë katedrale e Tbilisit, ose që quajmë ne kompleksi peshkopal, është një kompleks më vete, sepse atje ka një bazilik, ka një baptiste, pra një pak zimore, ka ambientet ku ninte peshkopi, sepse dhe është katedrale, kishte peshkop. Patjetër, po. Peshkopi me gjithë shpurën e tij, që mund të thosh gjithë pjesën tjetër të administratës kishtare, por kemi gjetur edhe punishte për prodhimin e verës, për prodhimin e vajit të ullirit, punishte të zejtari e tjera, sepse janë dhe fillesat e kësaj ekonomisë së mbyllur që do quhet në mesjetën e hershme, domethënë që çdo gjë prodhohet brenda një fshati, brenda një sepse vjen qytetet, kuptohet mbas krizës kaloi shoqëria, mbas bindjeve barbare tjera, pra nga kjo pikpamje, kjo katedralja e Tbilisit është shumë e rëndësishme. Mos themi që ajo ka 1000 metër katror dysheme me mozaik. Një gjë e rrallë. Mund të flasim për mozaikët shumë ngjyrash, të cilët janë të pasura me skenat shumëta dhe të larmishme, duke dëshmuar kështu një shkollë me nivel artistik të lartë. Apo jo? Duke patur parasysh që kemi 5 bazilika që kanë të gjitha domethënë dysheme me mozaik, diku më shumë, diku më pak. Mozaikët janë jo vetëm të realizuar artistikisht, po edhe me temat pavarësisht se tema kryesore është ajo fetare, po ka edhe aspekte nga jeta e përditshme, ka motive floreale e tjera, pra janë një pasuri më vete. Janë të ruajtura përgjithsisht mirë, sepse janë restauruar pas here. Është defekt që qëndrojnë të mbyllur. Unë kur kam qenë drejtor parku e hapja një pjesë të mozaikut, të mbrojtur, të kufizuar për krijuar idenë se do ta shikoj edhe vizitori. Po kjo kërkon pastaj gjëra të tjera, kërkon projekte që ti mund ta hapësh një mozaik, po ti krijosh një tent tipë sepse ai ka qenë mozaik në një ambient të mbyllur, jo i jashtëm. Kështu që do të mbrojtur edhe nga dielli, edhe nga shiu, por për një periudhë paktën të vizitohet nga prilli deri në tetor, kur është sezoni turistik te ne tani. Kjo do ishte një gjë pozitive. Megjithatë, ata janë aty, po përveç mozaikëve aty ka edhe kolona, ka kapitele tjera, pra gjithë arkitektura, sepse kanë qenë bazilika që ne janë kishat më të hershme. Dhe nga kjo pikpamje prap jemi si thua më të avancuar, sepse nëse krishtërimi u lejua, se nuk u njoh, nuk u bë fe zyrtare në shekullin e 4, pikërisht pas kësaj fillon të ndërtoheshin bazilikat e para edhe në Tbilis. Pra fillon që nga shekulli 4 dhe në shekullin e 6. Gjë që tregon një përqafim të shpejt të ilirëve ndaj kësaj fesë së re që lindi krishtërimit. Tjetër gjë pastaj më vonë që
nuk e dim se në shkallë, po fakti që kishim peshkopi lirë e tjera, tregon që ishte një fe që u ngulit, dhe kishte bazët e veta në përmjet këtyre monumenteve që quajmë ne tani, po kishin vendet e ushtrimit të fesë, bazilikave. Që ishin me 3 dhe me 3 kate. Ishin thjesht bazilika të thjeshta, Po, edhe shëtitoret, më falë, edhe shëtitoret kanë qenë 2 kaçe, kanë ndonjë shëtitore të tillë? Shëtitoria, shiko, në qytetin antik, dhe shëtitoret janë periudhë më të hershme. Në një qytet antik, shëtitore ishte në agoran e qytetit, agoraja ishte pjesa publike, pjesa zyrtare, i kishte bara, gjërat në antikitet bëheshin sipas rregullave të caktuara urbanistike. Qendra e qytetit ishte e destinuar për jetën ekonomike, politike, shoqërore, fetare, ndërsa pjesa e banimit ishte zonë tjetër. Pra nuk kishte banime ose ndërtesa banimi në qendrën e qytetit, ose në këtë pjesë që quhet agoraja. Kështu që një nga monumentet më rëndësishme ishin shëtitoret, që quajmë ne apo stoa, sepse ishin 2 objekte, monumente 2 kaçe, ku në katin e poshtëm kishim 2 rrugkalime që mund të lëvizje të shëtisje rajti ardhi për mos kërër për plasje, dhe në pjesën e sipërme pastaj që nuk përdorej për të shëtitur, aty kishte ambiente, dyqane kryesisht, dhe kërët e mundësi njerëzve që të dilnin, të takoshin, të shëtisin, por të ishin të mbrojtur dhe nga dielli edhe nga shiu. Sa bukur. Ne kemi 2 shëtitore në Bylis, një në një pjesë të agoras dhe një shëtitore tek teatri, pranë teatrit, që quhet dhe shëtitore teatrit. Sepse kur kishte një pushim midis 2 shfaqjeve në teatr, atë njerëzit kishin mundësi që të shëtisnin, të diskutonin e tjera. Se këto ishin vendet publike. Ishin vendet më të rëndësishme. Ishte thjesht për të bërë gjiro, pa të diskutoj, bëj politik, bëj art, bëj kulturë e tjera. Me i fjalë, kjo është një traditë që ka ngelur mesdhetare. Kjo është shëtitja në pastaj u kthye në mbrëmje në vendin tonë dhe në vende tjera. Po, pra projektuesit, urbanistik, arkitektë, besoj duhet i kthejmë pas syt tek e kaluara për të kuptuar se si mund ndërtohet edhe se si mund të jetë funksional një qytet, sikurse më thatë për këtë qendrën që është vetëm ka thelbin e zbatimit e një qëndrese ekonomike, kulturore, sociale, fetare, tjera me radhë, ndërsa pjesa më pas e banesave është më larg, diku në periferi mbase. Mirë, më folët për stadiumin, qyteti ka pasur stadium, shëtitoret sapo i cekëm, depozitën e ujit më thatë edhe më lart, gjimnaz, altar. Po, Prytaneoni çfarë është? Prytaneoni është Prytani ishte ai që sot quhet kryetari i bashkisë. Por në rastin e Bylisit të Bylinëve, sepse Bylinët ishin krijonin një komunitet që quhet Koinon, ai nuk ishte thjesht i qytetit Bylisit, por ishte i bashkisë Bylinit. Sepse Bylinët fisi i tyre, kryesor Bylinët banonin pothuajse gjithë mallëkatin e sotme, deri te Pele. Dhe kishin një njeri që zgjidhej çdo vit, vetëm një vit kishte të drejtë qeveritse, dhe që quhet Prytan. Ky Prytani është term i marrë nga si institucion edhe si term nga grekët, sepse Apollonia kishte Prytan për shembull. Dhe ky ishte përfaqësuesi më i lartë i qytetit, i zgjedhur. Por kishte edhe institucione tjera, se kryesorja ishte mbledhja e popullit, ose demosi që quhet, prandaj ka ngelur fjala demokraci, që vendos populli. Do të kemi parasysh që në teatri për shembull, nuk ishte thjesht vetëm për shfaqje. Po në teatr zhvilloheshin edhe mbledhjet e popullit, që vendosej që do bëjmë, do bëjmë luftë, do bëjmë paqe, do dërgojmë ambasadorë e tjera. Po, patjetër të dëgjoj. Me shumë kënaqësi, me ëndje, po, patjetër. Zhvilloheshin gjyqet në teatr, sepse ishte ambienti më i madh. Kështu që Prytaneoni dhe Prytani ishin pikërisht
godina kur rinte Prytani ishte Prytaneoni. Dhe vetë Prytani, pastaj se kishte ai administratën e vet. Po nëse do quani, nuk e di, ju e dini më mirë, më sakt, kë personazh, si është emri i themeluesit të Bylisit? Ja, nuk e kemi një, po. Ka një legjendë, domethënë. Po sipas legjendës. Po kjo ishte një traditë antike që e donin sa më të largët atë trashëgimin, domethënë. Por nuk përputhet ana, kjo është legjendë. Po. Legjenda nuk përputhet me faktet, me mbishkrimet, apo? Jo, nuk përputhet me kohën, sepse nëse i biri Akilit ka jetuar po e zënë në shekullin e 11 apo 12 kur ishte luftetërësh, Bylis është themeluar në shekullin 4, i thon 8 shekuj. Pra kuptoj. Kështu që kjo që është më shumë për t'i dhënë base pesh sipas rëndësisë që ka pasur në opinion në dijen masive Akili, ë? Ishte një modë në antikitet që ta merrje këtë, edhe Apollonia për shembull Shëmenin, edhe Amantia ose të qytetet, domethënë ne donin sa më të largët atë trashëgimin, domethënë ja që vim nga një figurë mitologjike e tjera, por realiteti është ky. Ne shikojmë realitetin. Okej, mirë, ne qëndrojmë ke realiteti edhe tek informacioni i arkeologut, i cili sigurisht është më i vërteti, më me vlerë për atë dijen masive, por sigurisht edhe legjendat e bëjnë mirë ndonjëherë njerëzve të cilët duan të përhumben në të tilla ngjarje. Mirë, duhet themi që gjithnjë ka qenë në sundimin e disa vendeve, apo jo? Kush? Bylisi, po. Jo, shiko, ai ka qenë një qytet, domethënë jo vetëm një qytet, por një bashkësi, domethënë që kishte pavarësinë e vet, të kuptohet, derisa kishte domethënë institucionet e veta, më vonë për edhe monedha, por në kohën e mbretit Babyl, ndoshta ka qenë në ndikimin e tij. Në kohën që Pirua domethënë zgjeroi Pirin deri në Iliri, kuptohet që kishte një farë dominimi. Por nuk mund ta quajmë pushtim. Domethënë sepse sistemet ose mbretërit ndryshonin, situata ndryshonin, kurse Koinoni bashkia Byline aty ishte vazhdimisht, domethënë erdhi aty deri në kohën në kohën e Augustit, kur u bë koloni romake. Kështu që nga kjo pikpamje është tjetër gjë që ka qenë e ndikuar, ka pas detyrime, mund të paguante në një rast edhe harace, tribute, apo mund të shërbente për shembull në rastin e romakëve si aleate në luftën për shembull kundër ilirëve, po përgjithsisht ka qenë një bashkësi që ka ruajtur identitetin e vet. Mirë, dhe jemi ne drejt fundit dhe shkojmë pak a shumë edhe ne në gjurmët e fundit të historisë. Thuhet edhe pse qyteti është rindërtuar dhe është fortifikuar, nuk e di mos gaboj, nga gjysma e dytë e shekullit 6 apo jo? Ai ka pasur periudhën e rënies, derisa me 12 sllave është braktisur përfundimisht. Po, shiko, faktikisht qyteti domethënë e ruajti deri te rëndësinë e vet, deri në periudhën romake. Por megjithatë vjet rë një farë se ne shikojmë edhe në ndërtime, domethënë nuk kemi më godina banesa të mira me blloqe me kështu, po fillon të përdore vllazbalte. Por vazhdon të ruajë peshën e vet deri diku, por duke filluar me shekullin e 3 pas Krishtit, kur fillojnë bindjet barbare, pavarësisht jo direkt në Iliri, fillon edhe një krizë perandorisë romake që s'ishte më në gjendje të kontrollonte të gjithë territorin e vet. Kjo bëri që duke filluar nga shekulli 4, shekulli 5 dhe përfundimisht shekulli 6, qyteti si nga kriza, si nga goditjet e barbarëve që erdhën deri në Bylis, atëre përfundimisht nuk e mori më veten, pavarësisht se në mesën e shekullit 6 në kohën e Justinianit qyteti u rifortifikua në një pjesë të tij, në një të tretën. Është një mur i brendshëm aty që quhet muri i Viktorinit, sepse ishte arkitekti i ngarkuar nga Justiniani për të bërë fortifikimet, jo vetëm në Iliri, po edhe në zona tjera, në gjithë Ballkanin.
kjo tregon që në këtë kohë qyteti u rrudh në 1/3 e vet, sepse nuk mund ta mbronte gjithë sipërfaqen 30 hektar, pavarësisht se pjesa tjetër mund të përdori, po në rast rreziku ata mbroheshin. Dhe pas të shekullit të 6, mund të themi që qyteti u braktis gradualisht. Nuk është se pati një rënje të menjëhershme dhe zbritën me sa duket nga Bylisi në Ballsh. Në Ballsh, okay, mirë. Po konkretisht, nëse kthehemi ditët e sotme, në dijen tuaj ka ndonjë ekspeditë e cila mund të ketë nisur gërmimet, për ndonjë zbulim të ri, është mundur të komplet. Shiko, problemi është që kjo, domethënë, arkeologjia jonë mbas vitit 90, ashtu si dhe fushat të tjera, domethënë u fut në një farë krize, sepse mungesa e burimeve financiare kuptohet nuk të jep mundësinë të bësh ekspedita në terren. Dhe mbas ekspeditave kuptohet të bëhen edhe studime përkatëse. Aty ka pasur një bashkëpunim shqiptaro-francez për bazilikat, kryesisht për periudhën e antikitetit vonë, dhe kanë rebotimin e tyre ishte një gjë e mirë, por s'kemi pasur më gërmimet një filta. Pra nuk ka, konkretisht në ditët e sotme nuk është se kanë ndalur, le themi, Nuk ka, ky është një nga problemet që kemi ne në arkeologji, sepse shumica e gërmimeve ekspeditave që bëjnë me të huaj. Sepse ata financojnë. Mirë po, me qenë sa ata financojnë, ata duan të gërmojnë aty ku duan ata. Ku kanë ata interes. E kuptoj, po. Kështu që dhe ne na ka ngelur, për shembull, Bylisi ka akoma nevojë për gërmime, sepse për shembull ende se kemi gjetur një tempull që është një nga institucionet e rëndësishme të qytetit. Është një lagje tërë me banesa që duken deri diku, po ka nevojë për gërmime e tjera. Ne kemi Gurzezën për shembull që është një qytet shumë interesant, një pak dëmuar fare. Dhe që pikërisht këto janë prandaj edhe në Bylis nuk kemi ende një mision për bashkët apo thjesht shqiptar, se thjesht shqiptar nuk e përballojmë dot, me të huajt edhe si janë gjetur ata që kanë interes, që janë gjëra të vogla, jo restaurime. Pse kërkohet buxhet shumë i madh, zoti Bashki, më fal, kërkohet buxhet i madh për të tilla gërmime? Buxhet minimal, problemi është që nuk mund të bësh gërmim për një vit. Pra është i shtrirë në shumë vite. Ja, ne në Apollonin për shembull misionin e përbashkët me francezë që ne kam drejtuar për disa vjet. Ne filluam në 92 që ata vazhdojnë akoma, por ka 30 vjet. Okay, pra që kanë të shtrirë në shumë vite. Domethënë nëse do ndërmarrësh një gërmim, do të parashikosh që pak më do shkojë 5 deri në 10 vjet minimalisht. E kuptoj. Do të llogarit financat për këtë periudhë. Ky është problemi. Po nëse do ndodhin këto gërmime, patjetër që do shkonim drejt kristalizimit të një qytetërimi modern dhe madhështor, apo jo? Po pa diskutim, në qoftë në Bylis do kisha mundësi të bësh gërmim me ta, të zbuloj tempulli, ka pjesë të tjera të pazbuluara, kjo lagje banese do të jepte qytetit një pamje më të plotë. Sepse është një qytet që ka gjithë elementet. Domthonjë ka monumentet, po ka dhe banesa, që rrallë gjejmë në qytetet tjera. Në rregull. Mirë, por diçka në lidhje me popullsinë e Mallakastrës, çfarë do thonim për këtë zonë? Meqense ju kam aty nga zona, kështu që diçka të fundit për to. Unë nuk jam nga Mallakastra, po jam nga Tepelena. Mirë, dakor, po meqense jemi në zonë, po flas, kështu që sigurisht që e njihni mirë. Mallakastriotët mund të mburen sepse në antikitet kanë qenë pjesa më qytetërore e Ilirisë. Pra prandaj po them ja këtë doja, këtë përgjigje doja, sepse sot në fakt Mallakastriotët nuk është se kanë ndonjë nuk e di, jo vetë vlerësim për veten, po mbas edhe vetë nuk e di a e kanë këtë informacion që çfarë vlere kanë për qytetërimin tonë. Edhe kjo është një temë interesante, se edhe faktikisht ata kanë një trashëgimi shumë të pasur kulturore, sepse është nga zonat që ka pasur minimalisht 5 qytete, domethënë në Bylisin, në Nikajën, Plosin, Burzezën, Margëlliqin, deri diku dhe Dimalin, se nga pikpamja gjeografike shumë afër me Mallakastrën është.
por nuk e kanë vlerësuar sepse nuk kanë ndërmarrë asnjë nisëm, domethënë minimalisht që të kontribuonin dhe ata në zbulimin dhe ruajtjen e kësaj kulture. Mirë, nëse në ndonjëherë tjetër në një puntat tjetër mund t'i trajtojmë së bashku fare mirë për t'i nxjerrë në pa, për t'i zbuluar, për t'i dhënë jetë edhe këtyre zonave edhe Mallakastrës në vetvete. Ky është edhe një nga problemet që kemi ne në përgjithësi në fushën, jo vetëm të arkeologjisë, por të artit, kulturës, që ne nuk kemi njerëz, biznesmen që të investojnë në artën kulturë. Zoti Bashkim Vreka, isha shumë nderuar që të pata në këtë bisedë telefonike dhe më keni dhënë informacion të hollësishëm mua dhe dëgjuesit të Radio Tiranës, mbi të gjitha na keni bërë të gjithëve një ftesë edhe besoj një reflektim, që ne duhet i kthejmë syt tek e shkuar rajon, tek rrënjët tona, tek identiteti ynë. Me ato mburemi, se s'kemi që i japim i tregojmë botës me gjërat të tjera të sot. Absolutisht, kemi vlera të jashtëzakonshme, kemi pasurira të cilat duhet krenohemi kudo në botë. Faleminderit, shëndet edhe sa më shumë dashuri për këtë park arkeologjik të cilin ju keni investuar, e keni rivitalizuar, i keni dhënë jetë, i keni ndryshuar faqen, e keni bërë të prekshëm edhe për vizitorët anë kënd. Zoti Bashkim Vreka, shumë faleminderit. Faleminderit dhe juve që më dhap mundësinë të komunikoj me audiencën tuaj për këto vlera të mëdha që kemi që duhet t'i mbrojmë dhe t'i çojmë më tej. Të falenderoj dhe gjithë të mirat në vazhdim. Faleminderit, gjithashtu. Mirë, miki dashur, ne kështu kemi mbërritur në fund të hapësirës së kishim programuar për ju ditën e sotme. Ishim në Bylisin Antik. Ishim në këtë qytet i cili ende pas 10 shekujsh jete shtrihet madhështor. Unë ju falenderoj, do të dëgjojmë së bashku në një tjetër puntat. Nga Almira në mikrofon ju vjen përshëndetja e fundit. Lup mbi qytetin tim. Eksplorojmë thesaret e zemrës. Gjurmojmë me sytë e mendjes. Shoshisim fakte. Sondojmë retrospektiv. Brumosim në kujtime. Auditojmë të kaluarën. Hetojmë të tashmen. Skanojmë të ardhmen dëshirore. Përballemi 360 gradë. Me ty, qyteti im.